Jemi në një temë e cila është një temë e veçantë, pak me një rëndësi në fushën e arkitekturës kishtare, siç e shikoni, është Shën Sofia dhe njoftimi është bërë për kishën e madhështore të Justinianit. Unë jam Gentian Sardobërda, Johan e kam mirë në pagzimi dhe në kishën më thrasin Johan. Jam arkitekt në profesion, jam marrë për shumë vitesh në kuadrin e kishës, edhe me bërthamëret e shërbimit kulturore kemi krijuar pjesën e përfaqësisë të arkitektëve dhe të inxhinierëve për arkitekturën kishtare. Ka qenë dikur një organizim i kishës, vetë kishës, dikur në kujdesin e Padër Teologut, ata që janë të vjetër në kishë dhe e mbajnë mend dhe e njohin. Ka qenë një murg në malin të shenjtë dhe është akoma atje. Njëkohësisht është edhe kolegu im në sensin e profesionit, një arkitekt, i cili me shumë kujdes, me shumë durim, krijoi kursin e arkitekturës kishtare, e cila ishte një gjenezë në fillimin e njohjes nga arkitektët këtu në Shqipëri të arkitekturës kishtare. Siç e dim, në periudhën e para viteve 90, arkitektura kishtare njihej më shumë nga restauratorët ose ata që kanë punuar në Institutin e Monumentet Kulturës, për ata që kanë pasur lidhje direkt me ruajtjen e trashëgimisë ose monumenteve të kulturës, dhe pak ishin, ose më saktë as pak arkitektë të cilët njihnin arkitekturën kishtare. Duke u bazuar në këto mungesa, kisha, thash, në kujdesin e Padër Teologut organizoi kursin e arkitekturës kishtare, dhe një nga temat e mbajtura në atë kohë ka qenë, po themi, kisha e Shën Sofisë, që çdo kush, nëse edhe nuk ka vajtur që ta ketë parë, patjetër që e njeh si simbolin e ortodoksisë, simbolin e kishës kryesore, kishës mëm, nga e cila pastaj sipas edhe çfarë do shpjegojmë sot, domethënë, patën rrjedhoi, domethënë, kishat e tjera. Atëherë, pak nga historia e arkitekturës kishtare, pra që nga fillimi, që nga gjeneza deri në momentin që lindi Shën Sofia. Kryesisht, ju e dini që deri në vitin 313, kur u realizua dekreti i famshëm i Milanos, kur besimi krishterë arriti dhe u lejua të besohesh lirisht, deri në atë kohë të gjitha ceremonitë fetare, liturgjisë, krijoheshin dhe kryheshin në katakomba, në zonat po themi të fsheta, në shtëpitë e besimtarëve, të cilët i kishin vënë dispozicion shtëpinë e tyre, ambientet e shtëpisë tyre për realizimin e meshave ose në kujtim të liturgjisë hyjnore të mbajtur nga Krishti, në shtëpinë e Pjetrit, i cili ishte dhe ne quajmë dhe kemi si ikonë që e shohim në kishë, e quajmë darka mistike. Kjo pamje tregon një bazilik tipike të periudhës së Romës, pra ne i quajmë, po themi, bazilike paleokristiane, pra e një krishterimi të hershëm, dhe nuk kishte gjë tjetër vetëm se bazilikat e mëdha mbretërore, të cilat u vunë në dispozicion të besimtarëve mbasi shumë mbretër në atë kohë, mbas 313-s dhe më vonë përqafuan krishterimin dhe filluan dhe ata të besonin, dhe këto bazilika vunë dispozicion të realizimit të ceremonive të ndryshme fetare. Një bazilik e tillë ka qenë në vend të Shën Sofisë, pra shumë herët, e cila ka krijuar është krijuar në formën e një bazilike tipike, me një atrium kryesor në pjesën perëndimore, hyrje, domethënë në pjesën e këtij atriumit, pastaj në pjesën e naosit dhe deri në altar, që është pjesa e sipërme atje. Atëherë, Magna Ecclesia është kisha e parë, është një imazh që pak a shumë është krijuar që të krijojë një ide se si ka qenë kisha para Shën Sofisë, ndërtuar në kohën e Konstancit të dytë, pra dhe e shkatruar nga trazirat e vitit 404. Pra kjo ishte kisha kryesore, kryesisht e bazuar në një bazilik me një
atrium të parë që duket atje ilustruar, hyrje pastaj në pjesën e naosit, sallës kryesore, me radhë deri në fund. Pra në formë planimetrike kjo po themi zhvillohej si një bazilik, por kjo ishte si thua faza e hershme e Shën Sofisë. Patjetër, bazilika ishte varianti që pam herët fare ishte pa kupol për një bazilikë thjesht, kurse kjo ishte. Kjo është një planimetrie ndërmjet po themi planimetrisë së Shën Sofisë dhe bazilikës të Manja Eklesia, po themi, të ndërtuar në 360-ën, pra gjithmonë pas lejimit të kryshtrimit, dhe që përfaqëson pak a shumë mënyrën se si ka funksionuar dhe bazuar gjithmonë në bazën e një kupole. Kjo ka qenë arkitektura e hershme kishtare dhe mbas dëmtimit të kësaj kishës parë, Manja Eklesia, që ishte herët në 360-ën, u ndërtua më vonë një kishë e re, kisha e Theodosiut të dytë, pra në 415-ën. Kjo kishë ishte, si thua, paraarsja e drejt për drejt e kishës Shën Sofisë, të cilën temën e kemi sot. Pati dhe kjo një dëmtim, e cila, po themi, ndodhi në vitin 532, që u dojgjë si pas revoltës së Nikeas, dhe ne dim nga pjesa historike se çfarë ka ndodhur. Dhe për këtë arsye, si thua, çdo gjë për këtë kishë fillon nga e para, duke u bazuar në traditën tonë ortodokse dhe duke u bazuar, si thua, në vijimësinë e tempujve tonë ortodoks të krishterë, Justiniani vendosi që ta ringrej këtë kishë, por kuptohet patjetër në nivelin më madhështor të mundshëm, duke qenë se perandoria atëre bizantine ishte në kulmin e saj, pra dhe bazuar totalisht në kryshtrim, njëkohësisht bazuar dhe në, po themi, në ndërtimet të dikura të Perëndis, Justiniani parë vendosi ndërtimin e kishës Shën Sofisë. Atëre është një ndërtim prej 532 deri në 537, shumë i shpejt për kohën, duke pasur parasysh që ndërtimet janë për katedralet e mëdha që janë zhvilluar më mbrapa, sidomos edhe në pjesën e zonës arkitekturës kishtare perëndimore, pra katedralet që ne shohim sot kryesisht në kryeqytetet e Evropës, duhen zakonisht, janë dashur 70 deri në 100 vjet për të realizuar, ndërkohë duket energjia, fuqia, dëshira, po themi, interesi drejt për drejt i Justinianit, i cili në vitin 537 bëri ceremoninë, ta themi në këtë formë fraze, e inaugurimit, e shëntrimit të kishës. Pra, imazhi duket të tregon gjatë punës, pra është gjithmonë i krijuar për të krijuar një ide se si mund të ishte periudha atëherë dhe se si ishte kantieri i ndërtimit asaj të kishës. Dhe Justiniani bërtiti, pra kështu thon historia, të munda Solomon. Ne dim që tempulli i Solomonit ishte një tempull i madh me shumë peshë, sidomos në pjesën e historisë së kryshtrimit në 10-ën e vjetër, por njëkohësisht dhe si referim i një tempulli përveç historisë dhe pjesës shpirtërore dhe çfarë rrjedhoje pati ky tempull. Pra, qëllimi i Justinianit ishte bërja një tempulli të madh, shumë të madh, të pa parë në atë kohë, domethënë të pa imagjinuar njëkohësisht, dhe pa tjetër që çdo gjë kishte kosot e veta. Dy arkitektët, të cilët po të ilustruar, domethënë për të krijuar idenë, arkitektët Anthemios dhe Isidoros, të cilët ishin inxhinier, ishin dizenjues ose krijues, vizatues të mirë, por që në ato periudha
nuk ishte si sot që një person ndjek një universitet dhe një drejtim të caktuar, por kryesisht ishin të gjithanshëm në fushën e shkencës dhe inovacionit dhe në fushën e teknikës. Pra, siç e shihni, ata ishin specialistë të gjeometrisë deskriptive, shpikës, fizikant, stereometër dhe ishin profesorë në universitetet e njohura të saj kohe, si të Aleksandrisë dhe Konstantinopolis. Pra u morën më të mirët, siç ndodhet edhe sot, për të bërë një vepër të mirë, merren më të mirët dhe ishte një ndërthurje e arkitekturës me pjesën konstruktive, me pjesën strukturale të objektit. Patjetër që në atë kohë ishin shpikur harqet, kolonat, që ishin kryesore dhe ne i shihnim nëpër bazilika, por njëkohësisht dhe nga ana e zhvillimit të arkitekturës, duhet që pjesa simbolike e arkitekturës kishtare duhet të este paralelisht dhe me anën strukturale. Dhe krijimi i kupolës së Shën Sofisë ishte një nga sfidat më të mëdha, sepse kupola në simbolikën e krishtrimit simbolizon gjysmën e kupolës së qiellit që ne shohim sot. Nëse do dalim një moment në një fushë të hapur, sepse këtu në Tiranë është i vështirë, do shohim një gjysmësfere sipër nesh që në mënyrë perimetrale në të gjitha anët e horizontit që ne shohim dhe deri sipër që është kulmi ose maja e kësaj kupole. Pikërisht kjo ishte edhe simbolizmi dhe kjo është shkaku pse bazilikat e thjeshta, siç e tha edhe papu, që bazilikat e thjeshta pa kupol evoluan në një ndërtim me kupol. Pra njerëzit në momentin që janë brenda në naos ose në nefin kryesor, të kenë një mundësi orientimi sa më të mirë drejt ceremonive, liturgjisë kryesisht, por dhe lutjeve. Pra është pjesa e fjalës që dëgjojnë, por njëkohësisht dhe imazhet që shohin. Dhe gjithmonë duhet të gjenden në atë kupolën, e cila simbolizon qiellin e Perëndis, në krye të saj gjithmonë, siç e kemi edhe në kishën tonë këtu, që fatmirësisht kemi një kishë të mrekullueshme, katedralja jonë, poshtë të cilës ne gjendemi, nuk është e njëjtës tip me arkitekturën që përfaqëson kisha e Justinianit, por kupola na sjell në një farë mënyre një kujtim të asaj kishe, të kishës të Shën Sofisë. Pra, nëse kisha e Shën Sofisë është një bazilik me një kupol të super smadhuar, jo të thjesht, jo të vogël, jo në një raport të drejtë me bazilikat e tjera, dhe është e tipit bazilik me kupol, ne kemi kishën tonë që kemi këtu sipër, është e tipit rotond me kupol. Por kupola është pjesa që i bashkon, pra dhe efekti dhe dëshira për ta pasur një lloj, nuk mund ta themi kopje, po një kujtim dhe një, si thua, në formën e një referimi, siç është referuar dhe shohim edhe më mbrapa i gjithë bota kishës së Shën Sofisë, pa ishte kisha simbol jo vetëm nga ana shpirtërore, jo vetëm nga ana simbolike, por dhe nga ana konstruktive, të cilët kopjuan në sensin e mirë kishat e tjera, por jo vetëm kishat, sepse siç jemi ndjeni, u kopjua dhe nga objektet e tjera të kultit, të besimeve të tjera. Këtu kemi po të dy projektuesit dhe pjesa e efektit që jep kupola e Shën Sofisë me 40 dritare vetëm në pjesën perimetrale nën strehën e kupolës dhe zgjidhja e këtyre projektuesve ose këtyre krijuesve, Anthemios dhe Isidorit, ishte që në davancalin ose në bazamentin e këtyre 40 dritareve nën kupol të kishte një element mozaik xhami, të cilët diellin që vinte nga qielli ta kthenin në pjesën e sipërme të kupolës dhe të krijonin idenë sikur kjo kupol rinte në ajër, pra. Edhe dëndësia e këtyre dritareve ishte aq e madhe sa dukesh sikur kupola nuk prekte në pjesët e tjera të objektit.
Diametri është 31 metër, lartësia është 62 metër, por ka lëvizur në kohë, sepse i gjithi ky impenjim për të krijuar një kishë madhore, gjigande dhe me një simbolik të jashtëzakonshme për kohën, patjetër që pati edhe kostot e veta nga ana konstruktive. Kjo është një nga gravurat e hershme të Shën Sofisë, sepse duhet dim një gjë që kupola që ne shohim sot, ose ajo gjysmësfera që ne shohim sot, që i afrohet pambarimisht saktësisht gjysmës së sferës, pra nëse kemi një sferë dhe presim në gjysma e sipërme simbolizon kupolën, por njëkohësisht nuk ka qenë kështu që në momentet e para, sepse pati problemet e veta, qoftë nga problemet sismike, pra lëkundjet e tërmeteve, qoftë nga dobësia e një konstruksioni të patestuar më përpara, sepse ishte një konstruksion i cili ishte krijuar me çfarë përvoje kishin ata që e krijuan, por patjetër që zbatimi dhe patjetër që dhe testimi do të binte më mbrapa. Dhe nuk është se e kaloi në mënyrë suksesshme këtë lloj testimi. Pra tërmetet e para ose lëvizjet e para, por njëkohësisht dhe vetë objekti ishte i brisht. Në imazh nuk ka ndodhur kështu, edhe mund të ndodhë edhe kështu, por thjesht është për të hiperbolizuar çfarë ka ndodhur atje, është pjesa e erëzimit të kupolës. Kupola kishte një hark, pra jo një gjysmë sfere të plot, në fillim kur u ndërtua nga Athemios dhe Izidori. Ishte një gjysmë sfere shtypur, pra me një diametër jo të barabartë me rrezën e lartësisë, por ishte më e shtypur. Dhe kjo bëri që të gjitha ato shtytjet ose presioni që jep kupola në pjesën e poshtme të strukturave që vinë në mënyrë hierarkike, të mos ishin vertikale, por të ishin ansore. Dhe kjo bëri që në pjesën veri jug të ishte pika më e dobët. Sepse aty vinte direkt shkarkimi i kupolës mbi kollonat vertikale dhe mbi muret vertikale. Ndërkohë që në drejtimin nga lindja në perëndim vinin çerek sferat në mënyrë graduale, në mënyrë hierarkike, duke zbritur nga kupola kryesore deri në ambientet më të ulta, në mënyrë hierarkike. Ne dimë që hierarkia edhe në administratën e një institucioni vlen edhe funksionon, dhe nëse nuk është, atëherë ky institucion mund të dështojë. Kështu është dhe hierarkia në arkitekturën kishtare, pra vjen kupola, vin harqet, vin gjysmë çerek sferat dhe me radhë derisa shkarkohen deri te struktura dhe volumi më i vogël që është në periferi. Në të dyja drejtimet, veri dhe lindja dhe perëndimi ishin këto, kurse në drejtimin, po themi veri jug, për arsye të arkitekturës, për arsye të një elegance dhe të një prezence më të mirë të kësaj arkitekture, ishte pika më e dobët. Pra, shkatrimi erdhi si rrjedhojë e kryesisht e tërmetit, por dhe objekti i cili ishte struktura e tij ishte e dobët. U zgjidh në një farë mënyre nga Izidori, i cili e rriti me 7 metra lartësinë e kësaj kupolës, në mënyrë që për afrimi në mënyrë të perfekte të gjysmësferës, pesha e kupolës të shkarkonte sa më në mënyrë vertikale, në mënyrë që të shkarkonte direkt në muret, dhe muret mos kishin një shtytje anësore, në mënyrë që të rrëzoheshin, qoftë edhe sikur të kishin, si thua, mos kishte tërmet, sepse dhe duke mos pasur tërmet, në momentin që një strukturë ka problemet e veta, ndodh edhe shkatrimi. Dhe kështu vazhdoi sipas, po themi, historisë, kupola ishte pika e dobët dhe u rrëzua përsëri nga tërmet, u ndërtua prapë në 995 nga një arkitekt nga Armenia, i cili nuk i dihet emri. Pastaj në momentin e një hargut lindor, kur ka një lloj dëmtimi, kupola ra dhe u rindërtua nga perandori
paleologu, dhe kjo është për të theksuar u përforcua nga dy arkitektë italian, vëllezrit Fossati me zinxhir. Pra, çfarë ndodh? Duke qenë se kjo kupol gjithmonë po krijonte probleme në vëbimësi dhe një tërmet sado i vogël, domethënë krijonte, ju e shihni që është dëmtuar gati 3 herë që nga krijimi. Përforcimi me zinxhir nuk ishte gjë tjetër vetëm se shtytjet anësore që kjo kupol i shkarkonte nëpër muret perimetrale i neutralizonin me anë të zinxhirit, të zinxhirëve të tendosur, që në atë kohë ne tash i përdorim në strukturat aktuale, por i përdorim për të restauruar monumentet e vjetra dhe kupolat ose arqet i përforcojmë me shufra inoksi ose metalike, të cilat tirohen, të riqen, për të mbajtur spintat ose shtytjet anësore për të ruajtur strukturën pra nga rrëzimi dhe nga rastet e tërmeteve. Dhe kjo ishte si thua një lloj përvoje, por u përforcua pastaj më vonë. Ju po të lexoni aty poshtë, vendosja e kontraforteve ishte një zgjidhje ndihmëse, pra në drejtimin po themi verior dhe jugor, dhe të dyja krahat, kur nuk ishte kjo hierarkia që shpjeguam pak përpara, u vendosën kontrafortet e mëdhenj, të cilët ruanin muret vertikale ku mbështetet kupola për mos patur domethënë shkatrime të mëvonshme. Po të shifni, nuk e di nëse ma ose duket tu, po këto janë kontrafortet në pjesën po këto janë shtuar që në shekullin para shekullit të 10, janë shtuar si kontrafort. Por patjetër që kontrafortet ne i shohim edhe në kishat tona, një nga kishat e famshme që ne kemi, që është rasti i rrallë dhe i veçantë, e shekullit 10, është kisha e Mesopotamit, e cila ka 4 kupola, është madhështore, është gjigande dhe ajo, shumë e madhe. Patjetër që nuk është Shën Sofia, domethënë nuk mund të jetë e krahasueshme. Por ka një kontrafort të madh nga pjesa nga jugu. Pra gjithmonë çadon ajo pjesa, domethënë nga jugu dhe gjithmonë kontraforti është një zgjidhje. Por kontrafortet janë vënë në periudha të ndryshme, mbas ndërtimit të kishës, gjithmonë kur janë parë probleme të caktuara, janë vënë kontrafortet. Dhe kontraforti është një prandaj quhet kontrafort. Pra në momentin që shkarkimi i kupolës jep shtytje anësore, kontraforti e kundërshton këtë shtytje dhe e mban murin ose elementin i cili rrezikohet e mban në këmbë, në mënyrë vertikale. Këtu kemi edhe po themi ky është perja e bazamentit të kupolës, e cili shkarkon nëpër kolonat dhe nërmjet 3 këndshave sferik. Unë normalisht kam bërë një variant të prezantimit të thjeshtë, sepse po të mbaja variantin teknik dhe profesional, po themi, do dorni më shumë kohë dhe do ishte më vështirë dhe për të perceptuar, edhe unë po mundohem të përdor dhe terma çik më të thjeshtë. Dhe i shihni të kontrafortet. Pra, ajo që unë dua të shpjegoj që është, po të shihni të çerek sferat, pra të çerek kupolat që dhe vinë në mënyrë graduale, në lindje këtej dhe në perëndim këtej, e kanë mbajtur kishën në këtë drejtim. Por dobësia ishte në drejtimin veri-jug dhe kontrafortet i kemi në të 4 pikat. Në mënyrë simbolike, kontrafortet i kemi edhe në kishën tonë. Po të jeni përballë kishës sonë, do të shihni në të dyja krahat, edhe nga perëndimi dhe nga lindja, do të shihni që janë 4 kontrafort, që në formë kryqi, patjetër që në periudhën që ne jemi sot është zgjitur çdo gjë, po themi martesa hekur beton ka qenë shpikja më e rëndësishme të paktën deri tani për sa i përket zgjidhjes konstruktive. Ne tashmë i vëmë kontraforte për simbolik, po njëkohësisht është simbolik për treguar fuqinë e kishës, është simbolik për treguar formën e kryqit dhe atë patjetër që element arkitektonik kishtar, të cilët ato pastaj dekorohen, siç kemi me pjesën e dekoreve simbolik, kemi elementin e stilizuar të grurit në 4 kupolat dhe në 4 kontraforte dhe sipër krijohet ajo forma e kryqit me brëndshkuar Krishti, Jezus Krishti me atë X-in që është H-ja dhe R-ja. Histogram.
Atëherë fama patjetër ishte, këtu kemi një imazh të krijuar për të pasur një lloj ideje, domethënë që sa rëndësishme ishte me të drejtë quajtur katedralja e Bizantit. Pra nëse ne e konsiderojmë, po themi, besimin tonë ortodoks një familje madhe, e cila fillon në Bizant, fillon në Konstantinopoj, fillon në kishën e Justinianit dhe mbaron në për fshatrat ose zonat më të larta të shtrirjes së besimit tonë. Por ama katedralja është kisha e Shën Sofisë, prandaj quhet katedralja e Bizantit. Dhe aty perandorët e Bizantit, pra një katedrale e cila ishte katedrale dhe ishte kish deri për gati 1000 vjet, dhe 1000 vjet, domethënë ishte nuk është pak për një objekt të tillë, dhe nuk është pak që 1000 vjeta e ka shërbyer, është meshuar, janë bërë ceremoni, ka parë historinë e botës, aty janë, po themi, fronzuar perandor, janë bekuar dhe janë shenjtëruar këta perandor, të cilët patjetër udhëhiqin popullin nga ana politike, por udhëhiqin dhe nga ana shpirtërore. Njëkohësisht ishin dhe një farë mënyre të jo të dërguarit e Perëndisë, sepse ne në ortodoksi nuk e kemi në këtë formë atë pjesën, por ishin të bekuarit e Perëndisë dhe ishin të zgjedhur e Perëndisë që të drejtonin nga ana shpirtërore dhe administrative, të drejtonin një popull të një besimi të krishterë, siç ishte Bizanti. Atëherë sot çfarë ndodh, domethënë, fatkeqësisht ne të gjithë jemi të përdor fjalën të mërzitur, se vazhdojmë ta jemi të mërzitur sepse kjo katedrale e madhe, kjo kishë e famshme, kjo kishë madhështore, të cilët ne i referojmë gjithmonë, aktualisht po ta shihni nga 2020 është xhami dhe me shumë vështirësi në 1935 për të pasur një lloj ekuilibri të situatave atje, u kthye në një muzeum, pra që njerëzit mund ta frekuentonin lirisht, mund të shkonin etj. Por për arsye politike, për arsyet që ne s'kemi pse të diskutojmë këtu sot, nga 2020 ajo është kthyer prapë në xhami. Është një patjetër që të gjithë do donim që ajo kishë të ishte në dispozicion dhe t'i ktheheshe përsëri aty ku i takonte, qoftë besimtarëve të krishterë, qoftë patriarkanës, qoftë të gjithë neve, qoftë të gjithë komunitetit ortodoks në botë, duke qenë se është simbolika, domethënë është fuqia, është simbolika, është gjithçka që ne i referohemi dhe nëse imagjinoni një moment vetën pa Shën Sofinë, ose pa simbolin e Shën Sofisë, ose pa në të gjithë shkrimet, në të gjithë studimet, në të gjithë tekstet, në të gjithë referimet e arkitekturës kishtare, por jo vetëm kishtare, por edhe shpirtërore, Shën Sofia është simboli i këtyre materialeve, këtyre shkrimeve që ne i referohemi gjithmonë. Patjetër që, siç që përmenda edhe më parë, Shën Sofia ishte një pararendse nga ana e arkitekturës kishtare e krijimit të kishave, të tipologjive të ndryshme të kishave që vinin më brapa. Pra, duke u bazuar në zgjidhjen konstruktive, arkitektonike dhe funksionet e Shën Sofisë, lindën më brapa tipologji të ndryshme të arkitekturës kishtare, siç ishte kryqi i lirë, pastaj me evolimin e saj kryqi të brëndashkruar me kolona dhe me velaturat ose me këto trekënçat sferik, të cilët shkarkonin të gjithë forcën nga kupola në drejtim të kolonave, të zgjidhur patjetër më brapa, duke pasur kemi shumë raste edhe në Shqipëri të ndërtimeve me kupol, dhe ato janë, unë i quajt pak ca mikro Shën Sofi, të cilët ne i kemi shpërndarë në gjithë territorin tonë, një pjesë e mirë e tyre janë dhe monumente kulture që ruhen, por ato që, si thua, dha direkt efektin më të drejt për drejt, ishte Shën Pjetri në Rom, katedralja Shën Pjetri,
Dhe njëkohësisht dhe Xhamia Blu, që është një lloj ju që keni qenë dhe keni parë në Stamboll, është një lloj pasqyrimi i Shën Sofisë në krahun tjetër. Patjetër ajo duket perfekte në pjesën e arkitekturës dhe konstruksionit, sepse ishte Shën Sofia që e inspiroi dhe lejoi që më mbrapa të përdoresh si arkitekturë dhe të përdoresh dhe si përvojë konstruktive. Këtu i kemi pjesën e çfarë frymëzimi ka dhënë Shën Sofia, por nuk është thjesht arkitektura apo konstruksioni, por kushdo që ka vizituar Shën Sofinë dhe ka hyrë në ambientet e brendshme të saj, patjetër një moment ngjelet pa frym për shkak të madhështisë, për çka prezanton, lartësive, raporteve jo normale në sensin e mirë të fjalës të njeriut me objektin. Në interierin e saj janë 2 radhë të mëdha kollonash, ne jemi mësuar kur vim në kisha të shohim një radhë kollonash, dhe lartësia e madhe, kupola e tërësmadhuar sipër me hapësirat, me ato elementet dhe simbolet e mbetura, po themi të mbetura, ndoshta s'është fjalë e dur, nga periudha e lulëzimit të saj. Këtu kemi një planimetri të gjendjes aktuale të Shën Sofisë. Pra duken dhe 4 kollonat kryesore. Struktura më saktë, sepse këto janë një lloj kollona të hershme ose pre-kollona të quajnë, të cilat ishin pjesë të murit, por me çarjet përkatëse njëkohësisht, dhe kemi dhe pjesën e këtyre kontraforteve, të cilat më vonë u shtuan për ta përforcuar dhe tashmë janë bërë prej gati 10 shekujsh janë bërë pjesë e kësaj strukture. Kjo është një prerje, po themi, në drejtimin lindje perëndim, ku duket qartë 2 nivelet e kollonave, arkadave, pra nefet anësore të kësaj kishe nuk shtrihen vetëm në nivelin ku kryhet ceremonia, por vazhdojnë në formën e arkadave, në katet e dyta, në formën e galerive, një ndjesi të cilës ne mund ta ndjejmë edhe kur hypim në katin e dytë të katedrales tonë këtu në pjesën e galerive, por një ndjesi. Kjo është një pamje nga jashtë, ku duken qartë dhe evidentohen pjesët e këtyre. Një vizatim i thjesht, unë e mora thjesht për ta ilustruar. Kjo është pjesa e platiterës, pra shërmëria me Krishtin e vogël, në mbi pjesën e apsidës, ose asaj nikes kryesore, të cilët ne jemi poshtë, sipër tavolinës së shenjtë. Është një nga pak mozaikët e ngelur, sepse një pjesë janë dëmtuar, edhe një pjesë mbulohen me qëllim që mos janë të dukshme, sidomos mbas 2020-s. Kjo është shërmëria, këto janë pjesët e çfarë përvojsojnë Bizantin në nivelin e perandorëve dhe familjarët e tyre që japin dhurata. Kjo është një pjesë e interierit, thash është njerëzit dhe shumë studius të cilët janë laik e konsiderojnë si një lloj harmonie ndërmjet arkitekturës kishtare bizantine dhe asaj osmane, po gjithmonë me element, me element e shtuar, pra. Personalisht nuk e shoh në atë formë. Pra kjo është gjendja e sotme. Kjo është një imazh i më i qartë, unë e përzgjodha për të pasur një ide. Çdo kush besoj se një pjesë e mirë e jona ka parë, domethënë ka vizituar dhe duket efekti Bizantit në fasadën e vjetër, duke përjashtuar këto elemente e rinj që janë vënë. Por pjesët e kontrafortëve, pjesët e dritaret kanë qenë, prandaj edhe projektet që ja u tregova përpara ishin projektet e vjetra, kanë qenë më të mëdha, janë zvogëluar për shkak të arsye për të krijuar një rigjiditet dhe një fortësi të mureve, sidomos tyre vertikale.